Projekt ligji për barazin gjinore që u bë çështje debati në parlament dhe protest jashtë saj u miratua në tërësi me 77 vota pro të mazhorancës, ndërsa 36 deputet votuan kundër. 77 vota pro, 0 abstenim, 36 kundër, miratohet në tërësi projekt ligji. Me 77 vota pro të mazhorancës u miratua edhe raporti i Komisionit për çështje ligjore dhe administratën publike për mos ngritjen e Komisionit Hetimor për shkarkimin e Presidentit të Republikës Bajram Begaj. 32 deputet opozitës votuan kundër, po ashtu u miratuan disa akte normative, mes tyre akti normativ për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin për buxhetin e vitit 2025 të ndryshuar. Po ashtu u miratuan projekt ligjet për miratimin e buxhetit faktik të 2024, si dhe projekt ligji për një shtesë në ligjin për gjendjen civile i ndryshuar. Ndërkaq me nga 105 vota pro u miratuan edhe emrat e deputetëve opozitar që do të marrin pjesë në komisionet për reformën zgjedhore dhe atë territoriale.